Drejtuesve të automjeteve u duhet të bëjnë kujdes në rrugën e Mysërimit, njësia administrative postri pasi gropat e shumta në këtë rrugë u shkaktojnë dëme të konsiderueshme mjeteve. 2 makina si kam s'mund vinë kësaj rrugë do në asaj rrugës tjetër. Është se apo skandal. Kërkojmë me na shtru asfalt, paguhet taksat e tana mos me shtru rrugën, dërkur do të ecim kështu. 20 të sa vjet as ka rregullim hiç. Nga ura Mesi deri në fshatin Mysërim, ky segment nuk është më shumë se 1 kilometër, megjithse sipas banorëve ai është lënë pas dore të pamirëmbajtjes sistematike dhe me kalimin e kohës ka degraduar duke u kthyer në gropa. Kjo rrugë është katastrofë. Tash sa vite nuk ka avu dorënte. Si gjithmonë i mlojnë vetëm edhe gropat, e sa bjen shi i ke shkon, dhe edhe mesin gropat to. Ka çdo lloj damtimit makinën të. Çka kemi bën? Këtë rrugë, këtë gjenje, se është kjo rrugë është katastrofë, skandal. As zhomur vesh me shtrum, po këtë me kanë gjenje normale shtrimi. S'ka gjë, nuk ka ne kërkesë madhe në ky vend. Me shtrum gjenje normale. Ka shtru edhe krejt hold, është si jashtë. 2 cm asfalt çka ka me bën? Shumë ka si në rrugë. Rruga e Mysërimit nuk është thjesht një rrugë rurale, por në një farë mënyre ajo konsiderohet si një unazgjese për postrimin dhe bardhajt. Nga ura e Mesit ajo mbërrin tek ura e bardhave për të vazhduar drejt Shkodrës dhe Anasjelltas, duke lidhur njëkohësisht disa fshatra si të postribës ashtu dhe të njësisë administrative rrethina. Gjithashtu kjo rrugë kalon përmes një mjedisi natyror mjaft panoramik, nga Lugina Akiri deri në masiv në pyje të kodrave të bardhave, një zonë me potencial turistik. Janë pikërisht këto arsye që sipas banorëve bëjnë dhe më të nevojshme ndërhyrjen në pushtetit vendor për rehabilitimin dhe asfaltimin e kësaj rruge, të asfaltuar për herë të parë para 20 viteve.